Kur ky qen me një këmbë të lënduar u shpëtua, strehimorja vendosi që trajtimi i tij do të ishte shumë i kushtueshëm dhe se do të ishte më mirë të bëhej eutanazi, ajo që ndodhi më pas la të gjithë të habitur. Edhe pse Robi nuk ishte pasur një fillim të mirë në jetë, ai ishte ende i ri kur pronarët e tij vendosën se nuk e donin më dhe se do të ishte më lehta ta praktikisnin në anë të rrugës para se të largoheshin me makinë. Qeni nuk e kishte çfarë po i ndodhte në fillim. Fillimisht qeni mendoi se pronarët e tij po luanin me të dhe se do të ktheheshin shpejt për ta marrë në shtëpi. Fatkeqësisht, ky nuk ishte rasti. Robin priti për ditë të tëra në të njëjtin vend ku ishte praktisur, duke shpresuar me gjithë shpirt se pronarët e tij do të ktheheshin për të. Por me kalimin e kohës u bë gjithnjë më e qartë se kjo nuk do të ndodhte. Përfundimisht Robin u bë aq i uritur dhe i jetur sa duhet të lëvizte nga vendi i tij për të gjetur diçka për të ngrënë dhe pirë. Përveç kësaj, qeni i ri donte të gjente një vend relativisht të sigurt për të fjetur dhe pushuar. Ai e kishte kuptuar që familja e tij nuk do të kthehej për të fare dhe e dinte që tani ishte i vetëm. Do t'i duhej të kujdesej për veten në rrugë dhe të shpresonte që të mos lëndojë nga njerëzit ose kafshët e tjera. Do të ishte e vështirë për qenin e ri, pasi nuk i kishte dashur kur më parë të kujdesej për veten në një mënyrë kaq drastike, por nuk ishte asgjë tjetër që Këlyshi mund të bënte veç se të përpiqej të mbijetonte sa më mirë që mundej. Për disa ditë të para, Robin nuk ja doli shumë keq në gjetjen e ushqimit dhe ujit për veten. Këlyshi i ri, madje arriti të gjente një kuti relativisht të thatë ku mund të strukej gjatë natës për të qëndruar relativisht i thatë e i ngrohtë. Gjatë ditës, qeni përpiqej të afrohej njerëz të ndryshëm, sikur të kërkonte ndihmë ose të përpiqej t'i bindte ta merrnin në shtëpi. Fatkeqësisht, askush nuk u mundua të ndihmonte Këlyshin e varfër dhe në vend të kësaj ata e largonin duke mos dashur të bezdisen nga një qenë ndacak. Megjithatë, një ditë ndodhi diçka që ndryshoi jetën e Robin. Qeni po vazhdonte ditën e tij të zakonshme, duke kërkuar diçka për të ngrënë. Pikërisht kur qeni po kalonte rrugën për të shkuar te një furrë buke e vogël, papritur dëgjoi një zhurmë të fortë. Një makinë po vinte me shpejtësi drejt tij dhe dukej sikur nuk kishte ndërmend të ngadalsonte apo të ndalonte. Robin u tërhoi shpejt nga rruga dhe u kthye në trotuar, por fatkeqësisht qeni nuk ishte mjaftueshëm i shpejt. Këmba e tij u godit nga makina ndërsa kalonte. I lënduar dhe me dhimbje, Robin u largua me shpejtësi në një rrugicë të afërt për të tentuar të rikuperojë pak. Kaluan disa ditë dhe këmba e Robin nuk dukej se po përmirësohej. Një mëngjes, ndërsa qeni po çalonte në rrugë, dikush vuri re Këlyshin e lënduar dhe vendosi të telefononte kontrollin e kafshëve. Ata shprehën shqetësimin për qenin e lënduar dhe donin që kafsha të merrte ndihmën e nevojshme. Oficerët e kontrollit të kafshëve u përgjigjen shpejt ndaj thirrjes, duke gjetur Robin relativisht lehtë. Ende mjaft besues ndaj njerëzve, qeni u gëzua kur oficerët ju afruan dhe me dëshirë hyri në makinë që ata kishin sjellë. Qeni u dërgua në një strehimore shtetërore që shëndeti i tij të kontrolloi për të përcaktuar nëse mund të vijë për adoptim apo jo. Fatkeqësisht, strehimorja vendosi që trajtimi i këmbës së thyer të qenit do të ishte thjesht shumë i kushtueshëm dhe jo i vlefshëm. Ata kishin vetëm fonde shumë të pakta dhe menduan se shpenzimi i tyre për Robin thjesht nuk mund të justifikohej. Kjo do të thoshte se kishte vetëm një mundësi të mbetur për Robin. Ai duhet të bënte eutanazin në mënyrë humane. Edhe pse nuk ishte diçka që strehimorja donte ta bënte, kishte thjesht shumë qenë ndacak për t'i pranuar, dhe duke qenë se Robin ishte aq i lënduar, ata nuk mendonin se qeni do të kishte shumë shanse për t'u adoptuar. Askush nuk do të donte të merrte përsipër faturën veterinare që do të shëronte qenin, pasi ai patjetër do të kishte nevojë për trajtim të këmbës dhe do t'i kushtonte mjaft para për ta rregulluar siç duhet. Kjo ishte pikërisht arsyeja që strehimorja gjithashtu nuk mund të ndihmonte Robin, pasi thjesht nuk kishte fonde për të zgjidhur problemin e tij të këmbës. Si reparimi i gjymtyrës, ashtu dhe amputimi i saj do të kushtonin mjaft para nga ato mjekësore. Dhe strehimorja mendoi se ishin para që mund të shpenzoheshin më mirë për të ndihmuar sa më shumë kafshë të adoptueshme, ato pa lëndime. Është e ashpër, por ky është realiteti për më shumë strehimore me qëllime të mira,
për të mbipopulluara dhe me fonde të pamjaftueshme. Veterineri në Strejmore filloi të përgatiste gjithçka që i nevojitej për të administruar injeksionin e eutanazisë. Ai përgatiti dozën dhe shirigën para se të kërkonte nga një antar i Strejmores të sillte Robin tek ai. Qeni ende i pavetëdijshëm për atë që do i ndodhte, përshëndeti veterineri me një bish që tundej, i lumtur të shinte dikë që mendonte se do ta ndihmonte. Duke parë sa i emocionuar dhe i lumtur ishte kafsha, veterineri filloi të kishte dyshime nëse duhej apo jo të bënte eutanazinë e kafshës. Në fund të fundit, ai duke relativisht mirë, përveç putrës së lënduar, por në të njëjtën kohë, veterineri e dinte që thjesht nuk kishte hapësirë në Strejmore për më shumë kafshë, aq më pak për një të lënduar si Robin. Në fund burri mendoi se po bënte atë që ishte më e mira për qenin, pasi ishte më mirë se sa ta linin të kujdesej për vete dhe të vdiste nga uria në rrugë, gjë që ndoshta do të ndodhte me këlyshin përfundimisht. Edhe nëse uria nuk do të ishte problemi i kryesor, ka shumë të ngjarë që qeni mund të lëndojë edhe më shumë se ç'kishte qenë, duke futur në më shumë dhimbje se sa ishte aktualisht. Megjithatë, vetëm 5 minuta para se veterineri të jepte injeksionin e eutanazisë, Robin bëri diçka që i la të gjithë në shok. Këlyshëriu u ngrit nga vendi i tij në tavolinën mjekësore dhe vendosi putrat në shpatullat e veterinerit, sikur t'i kërkonte ta ledhatonin. Veterineri u habit që qeni kishte bërë këtë. Kafsha qartësisht kishte dhimbje dhe shqetësim nga putra e lënduar, dhe megjithatë, ai kishte vendosur me gëzim në shpatullat e veterinerit, duke treguar se i besonte burrit që të mos e bënte lëndimin e tij më të keq. Pas kësaj shfaqjeje të vendosmërisë dhe dëshirës për të jetuar, veterineri dinte që nuk mund ta vinte më poshtë qenin. Në vend të kësaj, veterineri telefonoi një strejmore lokale jo konfitimpruese, të quajtur Vet Ranch. Ai u tregoi çfarë kishte ndodhur dhe i pyeti nëse do të mund të merrnin qenin. Stafi në Vet Ranch u pajtua me njëherë të merrte Robin në strejmoren e tyre, pasi donin të përpiqeshin të shpëtonin këlushin, jashtëzakonisht të ëmbël nga një fat i tmerrshëm. Nuk kaloi shumë kohë para se dikush të mbërrinte për të marrë Robin dhe ta kthente në strejmorin Vet Ranch. Pasi mbërriti në strejmorin e re, veterineri që punonte aty bëri disa skanime për Robin për të përcaktuar saktësisht se çfarë nuk shkonte me këmbën e tij. Çuditërisht, skenat treguan se këmba e Robin nuk ishte thyer. Në vend të saj ajo ishte vetëm avjosur rënd. Duke pasur parasysh këtë, veterineri mbështolli këmbën me disa fasho për të parandaluar që qeni të dëmtojë më tej. Më pas, ai e kastroni kafshën dhe bëri kontrollet e tjera shëndetësore para se të përcaktonte që kafsha ishte e përshtatshme për të shpëtuar. Nuk kaloi shumë kohë dhe Robin gjeti familjen e tij të përhershme. Qeni ishte jashtëzakonisht i ëmbël dhe i dashur, çka shumë njerëz kërkonin të kenë një kafshë shtëpiake. Shpejt qeni u vendos në shtëpinë e tij të re, ku jetoi lumtur për gjithë jetën e tij. Fatkeqësisht, jo çdo qen të shpëtojë nga strejmoret vrasëse, prandaj është e rëndësishme të adoptohet dhe të dhurohet për organizata jo fitimpruese për të mbështetur kauzën e tyre në ndihmën e sa më shumë kafshëve. Përfundimisht, historia e Robit na kujtoi fuqinë e dhimbshurisë dhe vendosmërisë për të ndryshuar fatin në jetë. Pavarësisht fillimit të vështirë dhe sfidave të mëdha, besimi dhe shpirti i këlyshit të ri preku zemrën e tyre që mund të bënin një ndryshim. Nga një moment i errët kur eutanazia duke si e vetmja rrugë, Robin gjeti një shans të dytë për jetë fal një akti të vetëm mirësie. Kjo histori na fton të reflektojmë mbi rëndësinë e ndihmës për kafshët në nevojë dhe mbështetjen e organizatave që luftojnë për t'u dhënë atyre një të ardhme më të mirë.